Por si të mos mjaftonte vdekja e Nazmi Veselit, një tjetër konflikt i ashpër mes motrave dhe nipave të viktimës shpërtheu 2 ditë më vonë, gjatë homazheve dhe ceremonisë së varrimit. Nexhmia Çollaku i kishte dërguar mesazh vëllait të saj kujtimit që me ceremoninë mortore dhe shpenzimet e varrimit të Nazmiut nuk kishin punë, pasi do merreshin ato. Por në homazhe dhe gjatë varrimit morën pjesë 2 djemtë të kujtimit, nipat Nazmiut, Abdurrahmani dhe Gentiani, së bashku me gratë e tyre, gjë e cila nervozoi 2 nga motrat e Nazmiut. Situata arriti në pikën kulmore, kur teksa varri po mbulohej me dhe, një përleshje fizike dhe përdorimi lopatave shkaktoi plagosjen e 76 vjeçarit Recep Çollaku, burri i motrës së Nazmiut. Ky i fundit u plagos nga Abdurrahmani, djali i kujtimit. Pas njoftimit të policisë, 37 vjeçari u arrestua në flagrancë nga policia për plagosje të rënë me dashje dhe dhunë në familje. Gjyqtari Alban Veçani vendosi të pranonte kërkesën e prokurores Mediana Meta dhe si përfundim caktoi masën e sigurimit personal arrest në burg për të dyshuarin. Por le të ndjekim si e përshkruajnë protagonistët e këtij konflikti këtë ngjarje të pazakonte dhe të padëgjuar. Me datën 17 prill 2025, në lagjen numër 15 në Durrës tek varrezat e reja të qytetit, gjatë ceremonisë së varrosjes së të ndjerit Nazmi Veseli, ka ndodhur një konflikt me sende të forta, ku si pasojë ka pësuar dëmtime shëndetësore shtetësi Recep Çollaku, 76 vjeç, i cili është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Durrësit e më pas është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. Në drejtorinë vendore të policisë Durrës është shoqëruar i dyshuari Abdurrahman Veseli dhe forcat e rendit pasi janë afruar kanë konstatuar disa persona që konfliktoheshin me njëri tjetrin, ku njëri ka qenë i gjakosur në pjesën e kokës. Gjatë deklarimit paraprak, ka thënë se ishte goditur me lopat nga njipi i gruas së tij. Policia ka identifikuar si të dyshuar Abdurrahman Veselin dhe e ka shoqëruar në komisariatin e policisë Durrës. I është marrë deklarim Nexhmie Çollakut, bashkëshortes së dëmtuarit Recep Çollaku, e cila ndër të tjera citon se i ndjeri Nazmi Veseli është vëllai i saj që ka qenë në një konflikt të ashpër me motiv pronësie me të vëllain tjetër të saj, Kujtim Veselin, e për këtë dhe ajo nuk fliste me Kujtimin e as pjesëtarët e tjerë të familjes së tij. Citon faktin që ka ardhur nga Gjermania në orën 3 të datës 17 prill 2025, pasi është njoftuar për faktin që vëllai i saj, Nazmi Veseli, ishte gjetur i vdekur, i varur në një pemë tek varrezat e Shënabllashit. Është njoftuar që trupi i të ndjerit ishte vendosur tek ambientet e agjencisë funerale Tafa në lagjen numër 8 në Durrës dhe ka komunikuar me administratorin e saj, duke i thënë që shpenzimet do t'i mbuloj ajo, pasi është e motra dhe që i ndjeri ka qenë në konflikt me të vëllain e tij, e ata nuk e kanë dashur atë. Në mëngjes pranë agjencisë funerale kanë ardhur njipi i saj Abdurrahmani, djali i Kujtimit, bashkë me bashkëshorten dhe ajo i ka thënë që ju nuk keni punë këtu se ju e keni lënë atë në rrugë. Abdurrahmani ka filluar të bërtas duke thënë që do t'ju vras të gjithëve. Ka ndërhyrë të tjerë persona dhe i kanë larguar. Në orën 15 ishte ora për të dërguar të ndjerin në varrezat e qytetit dhe kur kanë arritur tek vendi ku ishte caktuar varri, ka parë 2 vëllezërit, Abdurrahmanin dhe Gentianin, djemtë të vëllait të saj Kujtimit, në kodër tek varri dhe ju ka thënë përsëri të largoheshin pasi nuk kishin të drejtë të merrnin pjesë në varrim, por Abdurrahmani e ka shtyr dhe ajo është rrëzuar. Ka ndërhyrë dhe djali i saj Olsi për të kapur të ëmën, e në ato momente Abdurrahmani, që kishte një lopat në dorë, ka dashur të godas Olsin, por ka ndërhyrë bashkëshorti i saj Rexhepi dhe lopata ka goditur kokën e këtij të fundit e nga goditja është gjakosur. Ndërkohë që 2 djemt largoheshin, ka ardhur policia dhe i ka kapur të 2 vëllezërit. Organi hetimor ka kërkuar që t'i marrë deklarim shtetasit Recep Çollaku, por për shkak të problemeve shëndetësore, ka qenë e pamundur marrja e deklarimit e më pas ai është dërguar me ambulancë për në spitalin e traumës në Tiranë. I është marrë deklarim shtetasit
Olci Çollaku, djali të dëmtuarit Recep Çollaku, i cili deklaron se ka ardhur me datën 17 prill 2025 nga Gjermania bashkë me babain Recep Çollaku, pasi janë njoftuar që kishte vrarë veten daja i tij Nazmi Veseli, para 2 ditësh në një pemë në zonën e Varrezave të Shënabllashit. Mamaja dhe motra e tij kanë ardhur pak orë më parë me avion nga Gjermania. Citon se daja i tij, ndjeri Nazmi, kishte kohë që jetonte vetëm, ka patur probleme me të vëllain e tij, dajën tjetër Kujtim Veseli, për probleme pronash, e për shkak të këtij konflikti dhe familja e tij nuk kishte marrëdhënie, nuk komunikonte me Kujtimin dhe familjen e tij. Varrimi do të bëhej në orën 15 kur arritën tek Varrezat dhe po bëhej ceremonia e fundit mortore, ka parë që tek vendi ku do të varrosej i ndjeri ishin veçmas dhe një grup personash nga të cilët ka njohur Abdurrahman Veselin, djalin e Kujtimit, të cilin e ka djalë daje. Ishte i vëllait tij, Gentian Veseli dhe nusja Abdurrahmanit. Ishin dhe disa persona të tjerë që nuk i njihte. Ju është afruar duke ju thënë që të largoheshin dhe të mos merrnin pjesë në varrim, pasi kanë menduar si familje që këto probleme kanë shkaktuar dhe vetvrasjen e Nazmiut. Ata nuk i janë bindur me fjalë, ku të gjithë ne, familja ime, ja ka kërkuar këtë gjë që ata të largoheshin duke thënë që nuk ikim, ne do të marrim pjesë. Është vijuar me procedurat e varrimit e gjatë kohës që u fut në varr arkivoli, ndër personat që kanë marrë lopatën për të hedhur dhe ka qenë dhe Abdurrahmani, mamaja e tij Nexhmie. I është afruar Abdurrahmanit që të lëshonte lopatën e të largohej, por ai e ka refuzuar dhe e ka shtyr maman e cila është rrëzuar. Ka shkuar e ka kapur maman dhe e ka ngritur dhe i ka folur Abdurrahmanit që të largohej e i ka kapur lopatën, por ai e ka goditur me grusht fillimisht dhe pastaj ka ngritur lopatën dhe ka gjuajtur në drejtimin e tij. Por ka ndërhyrë në mes babait të tij dhe lopata ka goditur babain e tij Recepin. Ka ndërhyrë dhe persona të tjerë dhe i ka ndarë. I është marrë deklarim shtedhasit Gentian Veseli, vëllai të dyshuarit Abdurrahman Veseli, i cili deklaron se me datën 17 prill 2025, bashkë me të vëllain e kunatën e disa të tjerë, ka shkuar në Varrezat e Reja për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të xhaxhait të tij Nazmi Veseli. Kanë ndenjur të distancuar pasi nuk kanë patur marrëdhënie të mira me xhaxhan dhe as me familjarët e tjerë të tyre, nga frika e ndonjë reagimi. Në momentin që ka filluar të hidhet dhembi arkivolin e të ndjerit për ta mbuluar, atyre ju është afruar halla e tij Nexhmie Çollaku, e cila e ka shtyrë dhe e ka goditur me një send tek bryli i krahut të majt. Ky konflikt në Varreza ka filluar nga Olci Çollaku, djali i hallës së tij, që ka filluar të debatojë e shtyhet me të vëllain e tij Abdurrahman Veseli, e që pas kësaj, i vëllai i cili kishte në dorë një lopat, pasi po hidhte dheu në varr, është kundërpërgjigjur dhe ka dashur të godas Olcin, por që ai është shmangur dhe lopata ka kapur baban e Olcit Recepin, i cili ka ndërhyrë për të shuar konfliktin. Për shtetasin Gentian Veseli është vendosur kryerja një ekspertimi mjekoligjor. I është marrë deklarim në cilësinë e personit nën hetim të dyshuarit Abdurrahman Veseli, i dyshuar për kryerjen e veprave penale të plagosjes së rënd me dashje dhe dhunës në familje. Ky shtetas deklaron faktin që është angazhuar për organizimin e ceremonisë mortore të xhaxhait të tij Nazmi Veseli, i cili është gjetur i vetvrarë para 2 ditësh, ku varrimi është lënë në datën 17 prill 2025 në orën 15. Në këtë datë, kur ka shkuar tek agjencia funerale, ka qenë me maman e tij Tatjanën, si dhe bashkëshorten. Pa hyrë brenda ambienteve të funeralit, janë ndeshur përballë me 2 hallat, Nexhmie Çollaku dhe Lumturi Balliu, të cilat menjëherë sa i kanë parë i kanë ofenduar duke ju drejtuar mamas me fjalët: "O, e Beratit, nuk e lën mashkull pa shku. Ju e keni vrarë atë, ju i keni të gjitha fajet", e fjalë të tjera fyese e mallkime të ndryshme në familje. Nexhmia i është afruar mamasë së tij Tatjana dhe e ka kapur me duart në fyt. Kanë ndërhyrë dhe i kanë ndarë, e pa ju folur fare kanë vijuar dhe kanë hyrë tek agjencia funerale. Përsëri brenda ambienteve të funeralit, kanë shkuar 2 hallat e përsëri kanë vijuar me të njëjtin objekt, duke sharë e ofenduar e duke aluduar që ata ishin shkaktarët e vdekjes së tij dhe ata e kishin vrarë. Ju kanë kërkuar që të mos ishin prezent gjatë gjithë ceremonisë mortore. Janë larguar nga agjencia për t'u shmangur agravimit më tejshëm të situatës dhe kanë ikur në banesë.
Në orën 15 që ishte dhe ora që do të nisej Arkivoli me të ndjerin për në Varrezat e Reja, ka dalë tek Varrezat e Reja për të pritur Arkivolin. Ka qenë bashkë me të vëllain Gentianin, bashorten e tij, si dhe ishin dhe miq të afërm të tij, që kishin ardhur për të respektuar Abdurrahmanin dhe të ndjerin. Kanë arritur tek vendi ku do varrosej, pasi kaloi makina me Arkivolin. Familja Çollaku ka ardhur më pas dhe sapo kanë zbritur nga një furgon në afërsi të vendit ku do të varrosej, Olsi Çollaku, e motra Vjola Çollaku, Nexhmie Çollaku dhe Lumturi Balliu, përkatësisht 2 fëmijët e hallës dhe 2 hallat, sa i kanë parë kanë filluar duke hedhur fjalë në drejtimin e tyre, duke thënë që çdoni këtu ikni, e duke e etiketuar atë Abdurrahmanin si ti e vrave, ti ja more jetën, ti biri i që vafsh mbas atij, ti e familja jote, bashkë me fëmijët e tu. Olsi është afruar drejt tij, por të tjerë persona kanë ndërhyrë dhe nuk e kanë lejuar të afrohej afër. I ka thënë ik mos më prek. Ka ardhur për të bërë respektin e fundit të Xhaxhait dhe ti askushi që të mos ma lejosh. Siç e ke ti daj, unë e kam Xhaxha. Ka ndenjur bashkë me pjesëtarët e tjerë me të cilët ishte në një farë distance dhe kur është vijuar me varrosjen e Arkivolit me trupin e të ndjerit, është afruar në pjesën e këmbëve, në krahun e kundërt dhe ka marrë lopatën për të hedhur dhe, sapo ka mbushur lopatën, i është afruar Nexhmia dhe Vjola, duke bërtitur, lëre lopatën, ti e vrave, nuk të takon. E më pas është afruar Olsi, i cili e ka shtyrë dhe e ka goditur, dhe është rrëzuar si përvarit. Abdurrahmani është ndjer i tromaksur, i trembur, i turpëruar, e nuk kujton më pas gjë nga ajo ngjarje. Është përpiluar po ashtu vendim ekspertimi mjekoligjor dhe pushtetasin Abdurrahman Veseli. I është marrë deklarim dhe bashortes së tij, e cila deklaron faktin e ndodhur si gjatë kohës që gjenazeja ndodhi në ambientet e funeral tafës, si dhe gjatë kohës që po varrosi në Varreza ku bashorti i saj Abdurrahmani gjithë kohën është dhunuar nga familja Çollaku e më shumë nga djali i tyre Olsi Çollaku. Citon se nuk kanë patur qëllim të konfliktohen apo provokojnë prishjen e ceremonisë mortore, por respektin e fundit të Xhaxhait të tyre.